Ik që lënde! Nuk ke çfarë kërkon këtu. Largohu me njëherë. Ndëgjo djalosh. Ki pak respekt. Në qytetin bregdetar të Durrësit, emri i besnikut lidhej gjithmonë me dy gjëra: me pasurinë e tij të pafundme dhe me zemrën e tij të gurtë. Si pronar i një rjeti restorantesh luksoze Buzdetit, ai kishte arritur në majat e suksesit financiar në një kohë relativisht të shkurtër. Për besnikun, jeta ishte një ekuacion i thjesht matematikor. Nëse ke para, ke vlerë, nëse nuk ke para, nuk ekziston. Ai e shihte botën nga xhamat e errësuar të makinës së tij të fundit luksoze dhe besonte verbërisht se çdo gjë në këtë botë kishte një çmim që ai mund ta paguante. Besniku nuk kishte asnjë pikë mëshire për njerëzit në nevojë. Sa herë që ecte rrugëve të qytetit dhe shihte dik duke lypur ose duke punuar punë të rënda për pak qindarka, ai kthente kokën anash me kasje dhe indinja. Për të varfrit ishin thjesht njerëz dembel, parazit të shoqërisë që nuk kishin dëshirë të punonin dhe që kërkonin lëmsh vetëm për të mos u lodhur. Ai shpesh u thoshte bashkëpunëtorëve të tij në biznes: në këtë jetë, secili kora atë që mbjell. Kush është i varfër e ka fajin vet. Un kam derdhur gjakë djers për këto që kam sot, dhe nuk kam ndërmend t'i fal asnjë qindark dikujt që pret mëshirë nga të tjerët. Kjo arrogancë e tij pasqyroi qartë, edhe në mënyrën se si ai menaxhonte bizneset e tij. Punëtorët e tij friksoheshin prej tij. Një gabim i vogël apo një buzëqeshje e munguar ndaj një klienti të pasur mund t'u kushtonte vendin e punës pa asnjë paralajmërim. Megjithatë, pas asaj maske prej biznesmenit të pamëshirshëm dhe të ftohtë, ekzistonte një pikë dobët ku besniku kthehej në një njeri tjetër. Ajo pikë dobët ishte vajza e tij 7 vjeçare, Klea. Klea ishte drita e syve të tij, gjëja vetme e shtrenjtë që kishte mbetur në jetën e tij pas vdekjes së të shoqes vite më parë. Për Klean, besniku nuk kursente asgjë. Ajo rritej në një luks të shfrenuar e rrethuar nga lodrat më të shtrenjta, rrobat e markave të fundit dhe shërbëtorët që i plotësonin çdo dëshirë. Besniku mendonte se duke mbyllur vajzën e tij në këtë kështjell, arritej parash, po e mbronte atë nga çdo e keqe e kësaj bote. Ai besonte se paraja e tij e madhe mund të blinte jo vetëm lumturinë e saj, por edhe shëndetin, sigurinë dhe vetë fatin. Sa herë që Klea e përqafonte përpara se ai të nisej për punë, besniku i thoshte: "Babi do të pushtoj botën për ty, shpirti im. Ti nuk do të njohësh kur vuajtjen as varfërinë, sepse paratë e babit do të të mbrojnë nga çdo gjë." Por besniku harronte një rregull të madh të kësaj jete. Jeta nuk pyet për llogari bankare. Sa më lart të ngjitet njeriu në arrogancën e tij, aq më i dhimbshëm është rënia. Dhe rënia e tij morale, ajo që do të trondiste themelet e botës së tij të pasur, do të fillonte pikërisht në një ditë të nxehtkoriku në pragun e restorantit të tij më të madh, ku besniku do të bënte mëkatin më të madh të jetës së tij. Ditën e nesërme, jeta do t'i tregonte se sa e pafuqishme është paraja përballë tragjedisë, dhe se si fati i vajzës së tij do të varritej nga duart e një njeriu që ai as nuk e konsideronte qenie njerëzore. Ishte një ditë e nxehtkoriku. Dielli përvëllonte mbi qytetin e Durrësit dhe rrezet e tij reflektoheshin mbi xhamat luksoz të restorantit kryesor të besnikut. Ambientet e jashtme, të mbrojtura nga freskia e kondicionerëve dhe skenografia moderne, ishin plot me klientë elit. Burra me kostume të shtrenjta dhe gra të mbuluara me bizhuteri bisedonin të qetë teksa shijonin pjatat e shtrenjta. Në mes të këtij luksi, besniku qëndronte si një mbret në kështjellën e tij, duke vëzhguar çdo detaj me duart në xhepa dhe me një buzëqeshjeve të kënaqësie në fytyrë. Por kjo qetësi dhe harmoni false u thye në një moment. Te pragu i terracës luksoze, me hapa të ngadaltë të pasigurt, u shfaq një hije. Ishte Axha Shaban, një burr rreth të 70 ave, trupi i të cilit ishte kërrusu nga pesha e viteve dhe e vuajtjeve. Ai mbante veshur një këmishë të vjetër të zbardhur nga dielli dhe pantallona të grisura në fund, të cilat mbanin ende pluhurin e rrugëve. Në kokë mbante një kapelë republike të vjetër, të deformuar nga koha. Fytyra e tij ishte një hartë gjallëdhimbje e rrahur nga era e detit, e nxirr nga dielli dhe me sy që rrezatonin një trishtim të thellë, por mjaft dinjitoz. Axha Shaban nuk ishte një lypës profesionist. Ai kishte punuar gjithë jetën ndërtim, duke ngritur shtëpitë të tjerëve, por fati i zi e kishte lënë të vetëm në pleqëri, pa familje dhe pa një çati mbi kokë. Sëmundja e rëndi kishte marrë kursimet e pakta dhe tani rruga ishte shtëpia e tij e vetme. Ai nuk po kërkonte para. I thyrë nga etja e tmeshme e asaj dite koriku dhe me stomakun e zbrazur prej 2 ditësh, plaku u afrua te tavolina e parë. Me zërin që i dridhe nga turpi i madh që po ndjente, ai u drejtua një kamarieri të ri. "Të lutem, djalë, a mundesh të më japësh vetëm një gotë ujë të ftohtë? Dhe nëse keni i qof, edhe një copë bukë të mbetur që do ta hidhni në mbeturina. Nuk kam asnjë qindark, por etja po më mbyt." Klientët e asaj tavoline, të bezdisur nga prania e plakut dhe nga aroma e rrobave të tij të vjetra, filluan të mërmëritnin dhe të bënin shenja me dorë. Kur besniku pa që vëmendja e klientëve të tij të pasur u largua nga luksi i restorantit dhe u përqendrua te ky moshuar i varfër, gjaku i hipi në kokë. Për të, ky plak ishte një infeksion që po i ndoste biznesin perfekt. Me hapa të shpejt dhe me një fytyrë të tërbuar nga egërsia, besniku ndërhyri mes kamarierit dhe plakut, në vend që të tregonte qoftë edhe një grims humanizmi.
A I vendosi të tregonte pushtetin e tij para të gjithëve. Çfarë kërkon këtu? Kush të dha leje të futesh në pronën time? I bërtiti besniku me një zaq të lartë sa të gjitha bisedat në restorant pushuan në sekond. Shpirtrat të gjithë klientëve u kthyen nga ata. Axha Shabani, I trembur nga agresiviteti, u zmbraps një hap dhe me sy gjysmë të përlotur tha: "Më fal, zotëri. Kam punuar gjithë jetën, nuk jam parazit, por sot thjesht nuk po mbaj më nga etja. Një gotë ujë, të lutem." Në vend që t'i dhuronte ujë, besniku bëri gjestin që do të vuloste fatin e tij. Ai e kapi plaku nga supi dhe e shtyu me forcë drejt shkallëve të guri. Nga goditja, Axha Shaban humbi ekuilibrin dhe kapelja e tij e vjetër fluturoi në tokë, duke u rrokullisur në plur. "Largohu që këtu dhe mos guxo të shkelësh më. Po ma fëlliq restorantin dhe po më trem klientët. Shko puno nëse ke urrëtie për të lypur, mos hajde këtu të bësh viktimën." U lëriti besniku duke u kthyer pastaj nga stafi I tij. "Nëse këtë lypës e shoh përsëri pranë kësaj dere, ju heq të gjithëve nga puna pa asnjë qindark në xhep." Në tarac ra një heshtje varri. Disa klient ulën kokën nga turpi I asaj skene, por askush nuk guxoi të fliste. Axha Shaban, me gjunjë që I dridheshin, u ul ngadalë në tokë për të marrë kapelen e tij të bërë me plur. Ai nuk bërtiti, nuk shau dhe nuk kërkoi hakmarrje. Ai thjesht u ngrit, e vendosi kapelen mbi kokë dhe me një shikim të thellë, plot dhimbje e mëshirë e pa besnikun drejte në sy. Me një zë të ulët, por që peshonte sa një rufe, I tha: "Zoti të dhënë mende shpirt birë, sepse parat dhe luksin ti pas ka dhënë me bollë. Por haron se jeta është një rrotë që rrotullohet për të gjithë." Plaku u kthye dhe u largua me hapa të ngadalt në ndjellin përvëlues, pa e ditur asaj vetë se ku po shkonte. Besniku thjesht qeshi me ironi. Rregulloi kostumin e tij dhe u kthye te klientët e tij, duke menduar se zgjidhi problemin. Ai nuk e dinte se ai plak sapo kishte marrë me vete të vetmen gjë që mund ta shpëtonte botën e tij të pasur. Mëkati I tij ishte shkruar në qiell dhe llogaria që jeta do t'i kërkonte të paguante të nesërmen do të ishte aq e lartë sa zvisa e tij e artë dhe asnjë mal me para nuk do ta blinin dot. Mëngjesi I të nesërme zbardhi I zymt, sikur qielli po paralajmëronte stuhin që po afronte. Por besniku ishte shumë I zënë për të vënë re detaje të tilla. Ai kishte një takim urgjent dhe jashtëzakonisht të rëndësishëm biznesi në Tiranë me disa investitor të huaj. Një marrëveshje që do t'i shtonte edhe disa miliona të tjera në llogarinë e tij bankare. Si gjithmonë, ai nuk ndahej nga drita e syve të tij, Klea. Meqense se shkolla e verës ishte mbyllur, ai vendosi ta merrte me vete, me planin për ta lënte motra e tij në Tiranë për disa orë sa të mbaronte takimin. Klea, me flokët e saj të gjata e të zeza dhe me një fustan të bardhë si Debora, u ul në sediljen e pasme të makinës luksoze, duke luajtur e lumtur me tabletin e saj të ri. Besniku e shikoi nga pasqyra, I buzëqeshi dhe I tha: "Sot babi do të nënshkruaj kontratën më të madhe. Princesha ime, do të blej çfarë të duash ti." Sapo makina doli në autostradën Durrës-Tiranë, telefoni I besnikut filloi të bënte zhurmë pa pushim. Ishin njerëzit e tij të zyrave, avokatët, menaxherët, të gjithë kërkonin konfirmime. I përfshirë nga stresi, me njërën dorë në timon dhe me tjetrën duke mbajtur telefonin në vesh, besniku filloi të riste shpejtësinë. Shpërqendrimi I tij ishte total. Makina e rëndë dhe e fuqishme fluturonte mbi asfalt, duke parakaluar mjetet e tjera me një arrogancë që ngjante fiks me karakterin e pronarit të saj. Klea nga pas I tha: "Babi, po ecën shumë shpejt, kam pak frikë." "Mos u tremb, shpirti I babit. Kjo makinë është kështjell, nuk na gjen gjë," u përgjigja ai pa e hequr vëmendjen nga ekrani I telefonit ku po lexonte një email të rëndësishëm. Por mjaftoi vetëm një sekond. Një sekondë vetme ku fati vendosi të fliste. Përpara tij, një kamion I madh maun frenoi papritur për shkak të një defekti në gomë. Kur besniku ngriti syt nga telefoni, ishte tepër vonë. Në panik e sipër, ai tërhoqi timonin me forcë në të majt. Gomat lëshuan një ulërim të tmeshme mbi asfalt. Makina goditi fillimisht mbrojtëset metalike të rrugës, u ngrit në ajër, u rrotullua 3 herë si të ishte një lodër prej letre dhe përfundoi e përmbysur plotësisht përmbys në një kanal të thellë me sferave dhe gurve anash autostradës. Pas goditjes së fundit, ra një heshtje e tmerrshme. Nga motori I thyer filloi të dilte një tymi zi dhe I dendur dhe nuhatja e benzinës që rrinte mbushi ajrin. Besniku I përmbytur nga ripi I sigurimit, hapi syt me vështirësi. Kishte gjak në ballë dhe trupi I dhembe. Por instinkti I pari prindit e bëri të kthente kokën pas. "Klea, Klea, më dëgjon." Nuk pati asnjë përgjigje. Klea ishte pa ndjenja, me kokën e mbështetur në xhamin e thyer. Për më tepër, dera e pasme ishte deformuar plotësisht nga goditja dhe ripi I saj I sigurimit ishte bllokuar në mënyrë të tillë që nuk hapej dot. Në atë moment, besniku pa diçka që ngriu gjakun. Nga pjesa e përparme e makinës shpërthyen flakët e para. Makina po digjej. Me një forcë të dëshpëruar, besniku arriti të lirohej dhe doli nga dritarja e thyer e shoferit. Ai vrapoi te dera e pasme. Filloi ta tërhiqte me sa fuqi kishte, duke u lëritur nga dhimbja. Por dera nuk lëvizte as një milimetër. Flakët po afroheshin me shpejtësi te kabina ku ndodhej vajza e tij. Ai ishte I vetëm I pafuqishëm.
përballë vdekjes që po i merrte gjë më të shtrenjtë. Tymizi po pushtonte mushkëritë e vogla të Kleas dhe flakët tashmë kishin prekur kofanon e makinës. Besniku kishte rënë në tokë duke qarë me dëshpërim, duke goditur kokën me duar, duke pritur momentin fatal kur makina do të shpërthente. Por, pikërisht atëherë kur shpresa kishte vdekur nga ferrat e dendura në anën tjetër të kanalit, u dëgjua një zhurmë. Një burr doli prej andej me vrap, duke lënë pas një thes të madh me kanaçe alumini që po mblidhte. Ishte një plak që ecte me vështirësi, por që në atë moment po vraponte me një shpejtësi që nuk përkonte me moshën e tij. Ishte Axha Shaban. Plaku po qëndronte rastësisht në atë zonë të autostradës duke mbledhur mbeturina për të siguruar bukën e gojës. Kur pa makinën që po digje dhe dëgjoi ulërimat e një prindi, ai nuk pyeti se kush ishte apo çfarë makine ishte. Ai thjesht pa një jetë në rrezik. Pa u menduar as një sekond, Axha Shaban u hodh brenda kanalit, duke sfiduar nxehtësinë mbytëse që rrezatonte nga mjeti. Çfarë bën? Largohu, do të shpërthej. I bërtiti besniku me slotëve, por plaku nuk dëgjonte. Shabani mori një gur të madh dhe të mprehtë nga kanali. U afrua te xhami i thyer i pasëm, ku flakët po i përvëlonin fytyrën, dhe filloi ta godas me sa fuqi kishte derisa e thërmoi plotësisht. Pa pasur frikë nga zjarri, plaku u fut me gjysmën e trupit brenda kabinës që po mbushe me tym vdekjeprurës. Duart e tij të vjetra u gjakosën nga xhamat, por ai nuk u ndal. Ai gjeti trupin e vogël të Kleas. Ripi ishte ngrirë. Axha Shaban përdori gurin e mprehtë, duke goditur dhe sharruar ripin e sigurimit me një forcë mbinjerëzore, derisa ai u kaput. Ai e mori vajzën në krah, e nxori ashpër mes xhamit të thyer dhe u zvarit prapa në kanal. Vetëm 2 sekonda më pas, një zhurmë e tmerrshme shurdhuese tronditi vendin. Rezervuari benzinë shpërtheu, duke kthyer makinën luksoze në një top gjigant zjarri. Axha Shaban u rrëzua në bar, një 10 metra larg makinës, duke mbajtur ende fort në krah trupin e vogël të vajzës. Ai merrte frymë me vështirësi. Këmisha e tij kishte marrë flak në disa pjesë dhe duart i kishte të djegura e të mbuluara me gjak. Besniku vrapoi si i çmendur drejt tyre. U hodh përmbi vajzën e tij, kontrolloi pulsin dhe kur pa që ajo filloi të kollitej nga tymi dhe hapi syt, ai shpërtheu në lot gëzimi. Ajo ishte gjallë, kishte shpëtuar nga mrekullia. Pasi u sigurua që Klea ishte mirë, besniku u kthye nga njeriu që bëri këtë heroizëm për të falënderuar. Ai u afrua për t'i puthur duart shpëtimtarit, por kur plaku ngriti kokën dhe drita e diellit ndriçoi fytyrën e tij të lodhur, besniku ngriu. Fjalët i u bllokuan në fyt. Ai njohu sytë e zymt por plot dritë. Njohu rrobat e vjetra dhe kapelen që tani ishte djegur gjysmë. Ishte ai. Lypësi që ai kishte fyer, shtyrë dhe dëbuar si një qen nga restoranti i tij vetëm 24 orë më parë, në atë moment e gjithë kështjella e arrogancës, e pasurisë dhe e krenarisë së besnikut u shem si një shtëpi letrash. Njeriu që ai e kishte quajtur parazit dhe infeksion për biznesin e tij. Njeriu që nuk vlente as sa një gotë ujë në sytë e tij. Kishte futur duart në zjarr për të shpëtuar gjën më të shtrenjtë që besniku kishte në këtë botë. I mbytur nga turpi dhe fajti i madh, biznesmeni fuqishëm ra në gjunjë përpara plakut në mes të rrugës. Ai mori duart e gjakosura dhe të djegura të Axha Shabanit. I shtrëngoi pas fytyrës së tij dhe filloi të çante me dënesë si një fëmijë i vogël që kërkon falje. Më fal, të lutem më fal o bab. Unë të dëbova, të lash pa ujë e pa bukë, të dash goditjen, kurse ti sot rrezikove jetën tënde për shpirtin tim. Çfarë kriminali kam qenë, më fal? Bërtiste besniku, duke larë me lot duart e plakut. Axha Shaban, ndonë se kishte dhimbje të tmerrshme nga djegjet, tregoi edhe një herë madhështinë e shpirtit të tij. Ai nuk tregoi shenjë triumfi, nuk i tha e sheh kush jam unë. Ai thjesht zgjati dorën e tij tjetër, e vendosi mbi kokën e besnikut dhe me një zë të qetë plot ngrohtësi prindërore i tha: "Ngrihu bir, mos rri në gjunjë para meje. Unë nuk e bëra për ty, e bëra për këtë engjëll të vogël, sepse fëmijët nuk kanë faj për gabimet e të rriturve." Makina dhe parat digjen brenda një sekonde si çepeve, por ajo që mbetet e njeriu është vetëm shpirti dhe vepra e mirë. Zoti të sprovoj sot që të mësosh se jemi të gjithë të barabartë në këtë tokë. Shumë shpejt në vend ngjarje mbërriti ambulanca dhe policia, të cilët i morën të tre për t'i dërguar në spital. Klea nuk kishte asnjë dëmtim serioz, ndërsa Axha Shabanit ju desh të qëndronte disa javë për të mjekuar djegjet e rënda në duar dhe krah. Gjatë gjithë asaj kohe, besniku nuk u nda për asnjë sekond nga krevati i plakut. Ai punësoi mjekët më të mirë dhe pagoi çdo shërbim të mundshëm. Por ndryshimi më i madh kishte ndodhur brenda në zemrën e besnikut. Ai burr arrogant kishte vdekur në atë aksident, në vend të tij kishte lindur një njeri i ri. Ditën që Axha Shaban doli nga spitali, besniku e mori me makinën e tij dhe e çoi drejt shtëpisë së tij luksoze. Kur mbërritën, besniku i hapi derën e një dhome të madhe e të ngrohtë dhe i tha: "Nga sot, kjo është shtëpia jote. Ti nuk do të dalësh më kurrë në rrugë, nuk do të mbledhësh më kanaçe. Ti je babai im dhe Klea ka një gjysh që do ta doj gjithë jetën." Besniku ndryshoi edhe mënyrën se si menaxhonte bizneset e tij. Përpara restorantit të tij luksoz në Durrës, ai vendosi një tryez të veçantë ku shkruhej: "Këtu askush nuk mbetet pa ujë dhe pa bukë. Çdo njeri në nevojë është i mirëpritur."
A i filloi të dhuronte pjesën më të madhe të fitimeve për jetimet dhe të moshuarit e braktisur, duke u bërë bamirësi më i madh i qytetit.